Basketbolli në kërkim të viteve të ardha. Niveli i këtij sporti po rritet çdo vit edhe më shumë me lojtarë të rinj dhe që premtojnë për të ardhmen. Unë ndodhem sot në një seancë servitore të kombëtares shqiptare, aty ku janë bashkuar lojtarët me eksperiencë me talentet e rinj. Në drejtimin e trajnerit Erkan Karaj, ata po stërviten maksimalisht. Objektivat janë vendosur për të arritur këtë sport në nivele më të larta. Një skuadër që po ndërtohet, jo vetëm për sot, por edhe për të ardhmen. Basketbolli shqiptar kërkon të rrisë nivelin në rang kombëtar dhe ndërkombëtar. Përfaqësuesja shqiptare synon të krijojë një ekip cilësor, me karakter dhe ambicioz për të fituar pavarësisht kundërshtarit që kanë përballë. Trajneri Erkan Karaj mori drejtimin e kombëtares shqiptare në shkurt të vitit 2024. Në fakt, ishte një ftesë që kishte kohë që e priste pasi dikur ka dhënë kontributin e tij si basketbollist, ndërsa sot është në rolin e trajnerit. Profesor, pyetja e parë, më mirë basketbollist në parket apo të drejtor skuadrën? Më mirë si lojtar, të drejtën, se përgjegjësitë janë më të vogla. Kurse si trajner ke përgjegjësi për gjithë ekipin, stafi është përgjegjësia jote, kështu që ke shumë barë, por ama kënaqësia unë e them gjithmonë, është më e madhe si trajner kur arrin rezultate të mira dhe kur bëhen sukses. Keni shumë kohë pjesë e basketbollit shqiptar. A është rritur niveli? O flasim për kombëtarin që sot. Tani, ne kemi thënë shpesh që thua që është rritur niveli, do të bësh krahasimet për lojtar, për ekip, po do ta bësh krahasimin në periudha të ndryshme, kështu nuk më besoj se mund të krahasojmë. Është rritur niveli individualisht, mund të them, gjatësia, parametrat fizik, domethënë kemi lojtarë tashmë 2-10, 2-12, 2-9 që vrapojnë edhe bëjnë veprime si kur t'jenë lojtarë të shkurtër, apo si kur t'jenë organizatorë që luajnë jashtë. Domethënë kjo është një cilësi e rritur. Si grup, neve jemi dhe në fazë rindërtimi, në fazë tranzicioni, që po largohen disa breza, disa lojtarë shumë të mirë, shumë cilësor, po për i ripërtërim me lojtarë të rinj, po cilësor, po që kanë pak nevojë për kohë që të marrin pak eksperiencë dhe ta shpalosin atë. Kështu që në terma individual mendoj që është rritur cilësia, por si ekip jemi në fazë marrje eksperiencë në mënyrë që të arrisim edhe si ekip këtë nivel. Thonë që sporti tashmë është kthyer në biznes. Nëse do të krahasojmë kohën kur ju ishit basketbollist me atë çfarë ju shihni sot si trajner, a ka mbetur më pasion te këta djem? Them drejtën, kjo është një temë që diskutojmë shpesh. Nuk është se s'ka pasion, por sot është kthyer edhe jeta, po themi është deri diku një ekonomi të rregull. Domethënë çdo gjë kudo që të shkosh është ana ekonomike që duhet se s'bën. Kështu që nuk është se këta djem nuk kanë pasion, por që ana ekonomike është bërë pak më fort dhe pak më detyrim në kohë sot. Nuk po flas vetëm për sportin, por edhe për jetën përgjithshme. Kështu që mendoj që pasioni ekziston, por që duhet shoqëruar me anën ekonomike sepse e tillë ka vazhduar jeta. Fanella e kombëtares për çdo lojtar është një tjetër emocion. Shumë prej tyre kanë qenë pjesë e moshave kuqezi, ndërsa sot japin kontributin e tyre me kombëtaren e madhe. Kam qenë 16-17 vjeç kur kam marrë ftesën për ekip kombëtar për herë të parë. Ka një emocion, me të thënë drejtën, jo për mua, por në familjen time, nga që ishte diçka e veçantë. Ishim unë edhe vllai të dy. Edhe të parës që kam thënë anës teme, mandej me rrallë. Ajo është edhe tifozja jote më e flak në çdo ndeshje, është në tribunë që broret për ty. Edhe besoj mbështetja më e madhe është nga ajo. Po, ajo është ajo që më shtyn gjithmonë, me të thënë drejtën. Kam suportuar se më të madhe. Gjithmonë e më shumë ashtu pas brum, federatat janë të punu si mas asaj që kam pa, edhe në kombëtare po shfaqen që janë të ardhur çdo herë në ekip lojtar të ri. Këtë herë që na grumullu është 70% e skuadrës e re, kështu që çdo herë më shumë ka. Si kapiteni i skuadrës, është e vështirë për t'i motivuar lojtarët, aq më tepër ata të rinj? Po gjithmonë ju them që gjithë secili do të më kenë kapiteni i vetit në rrollë, por mandej kena një lider në ekip, një kapiten. Po që për mua është diçka që më vjen natyrë, që mi motivu lojtarët edhe mi u tregu se do të më u fut në fushë me kryenelt edhe me dalë me kryenelt prej fusha.
çfarë emocione shka veshësh fanellën kuqezim? Është gjithmonë krenari e madhe, themi atë që është mundësi shumë e madhe për ne si lojtar, por edhe të reprezentosh shtetin tënd, çfarëdo lloj veprimi, edhe në sport është nder shumë i madh, me thënë atë që është. Edhe gjithmonë ka pas eksperienca shumë të bukura kombëtarja, edhe me njerëzit që jemi rrit bashkë, një pjesë e madhe janë lojtarë këtu sot, edhe kemi pasur edhe eksperiencë se kemi provuar shumë trajnerë, qoftë edhe të huaj, qoftë edhe vendor, që na kanë ndihmuar shumë të avancojmë si sportistë. Padyshim që të luash për ekipin kombëtar është krenari, sepse është stati më i lartë i profesionit, basketbollit. Është gjithmonë krenari të jem këtu, të përfaqësoj ngjyrat dhe gjithashtu të tregoj më të mirën time për të arritur një rezultat sa më të mirë. Mban mend ftesën e parë të ekipeve të moshave në 2014, padyshim që e mbaj, sepse ishte thjesht një ftesë që erdhi pa pritur, nga që unë nuk është se po them isha në më të mirën time të pritur dhe thjesht isha në 18-ën dhe më pas një përgatitje shumë gjatë 3 mujorshe, arrita ta rris lojën time me falëndim trajnerit Nikola Milatovic dhe më pas hapa sapit gjithë trajnerët e tjerë me radhë deri në ditën e sotme. Fitoria e Shqipërisë përballë Austrisë në ndeshjen e fundit në grup përpara kualifikuesit e botrorit 2027 do të marrët më gjatë nga lojtarët por edhe vetë tifozët. Djem treguan karakter, cilësi dhe dëshmuan se me shumë punë mund të jenë konkurrent serioz dhe në arenën ndërkombëtare. Tash ndeshjet se mos me kombëtarën janë gjitha kanë emocionin e vet. Edhe nuk mund ndalloj sepse ka emocion kur luan me një ekip që është në nivelit tënd, sepse normalisht do ta fitosh edhe do të marrësh fitore. Po themi edhe kur luan me një ekip që është më i mirë në nivel edhe në anë ekonomike, po themi për nivel lojtarësh e gjitha, ka prapë atë emocionin e vet sepse do të shfaqesh, do të japësh më të mirë edhe të luash kundër këtyre ekipeve dhe lojtarëve të niveleve europiane shumë të mirë. Kur e veshim me bluzën e Shqipnisë, gjithmonë çdo neshë është një emocion e madh. Nuk du me veçu asnjë ekip që kena luajtur kundër tyne, thjesht ajo mania që kur vesh një bluzë kombëtare të jep një emocion shumë të veçantë që ja kisha uru çdo lojtari që e ka ëndër që më ardhën kombëtare. Për ekipin e parë mund të them fitoren që kemi marrë këtu në shtëpi tonë, më them kundra Kipros, kundra Luksemburgut, që kanë qenë fitore shumë të rëndësishme për ne dhe sidomos nga të parat takme që kam qenë unë prezent në ekip. Cilën ndeshje do të veçoje si atë më emocionuese? Kemi pasur shumë ndeshje të bukura, të them drejtën. Besoj më emocionuese të paktën për mua ka qenë në Armeni, kur luajtëm atje në Armeni. Ekip shumë i fortë, po, në minutën e fundit me 2 pikë diferencë edhe që nuk e arritën do të fitonin, për një ekip shumë i fortë me 2 lojtarë Euroligë, domethënë edhe ne ishim aty pikë në pikë deri në fund të lojës. Ishte sado që nuk fituan, domethënë edhe pse kemi pas fitore, ajo prapë mendoj që ishte një nga ndeshjet më të bukura. Mund të konkurohemi, themi, edhe me kombëtare të mëdha. A ka ndryshuar niveli i basketbollit? Flasim gjithmonë këtu për kombëtarën shqiptare. Gjithmonë do ke ndryshime, më kupton, sidomos këtë vit kemi pasur shumë lojtarë të rinj, kështu që është çike vështirë për të thënë se çfarë niveli jemi. Mendoj që siç ka pasur lojtarë të rinj që kanë dhënë shumë nga vetja vet për të qenë këtu, ka pasur dhe hikje, siç është në vitet e fundit Sinagolli, që kishte qenë një ndihmë shumë e madhe për kombëtarën, kështu që niveli i kombëtarës gjithmonë do ketë fluks, qoftë rënje, qoftë ngritje, por besoj që jemi mirë dhe ky grumbullim besoj që jemi një grup shumë i mirë. Nga mosha te kombëtarja Kuqezi, Viktorio Hida është një nga talentet më premtues që përfaqësuese shqiptare ka. I lindur në vitin 2006, Hida mori për herë të parë ftesë nga kombëtarja në nëntor të vitit 2024. Normalisht është shumë emocion i madh sepse përfaqëson kombin edhe normale duhet ndihesh shumë krenar për përfaqësimin e kombit, kështu që ndihem shumë emocionuar. Kur mora ftesën, e para normal ka qenë mami, që kam mbështet gjithmonë. Normal familja ime ka qenë e para që më kam mbështetur dhe direkt
Nuk mund të them që kam qajt, por që jam mbushur syt me latë, sepse do të thotë diçka shumë e madhe për mua. Të nisësh nga askushi, të arrish deri këtë moshë, të marrësh thesën e parë, kështu që gjithmonë mami do jetë e para për gjithçka që do ndodhi jetën time. Do marrë vesh para. Në fakt ishin pjesë edhe e moshave të kombëtares shqiptare, pra deri diku në këtë ftesën nga kombëtarja e prisnit. Kishit kohë? Atëherë nuk isha shumë i sigurt nëse do e merrja ftesën, por pash sa isha arritur si lojtar edhe deri diku le të themi që e prisja. Në skuadrë së fundmi janë afruar edhe shumë djemë të rinj. Do thotë që ka talenta që premtojnë për të ardhmen? Po, ka talenta, unë e kam thënë që ka lojtar cilësor, dhe përmend edhe pak më përpara, por tani thash jemi në fazë se po japim mundësi të gjithë lojtarëve që luajnë, qoftë këtyre brenda vendit, që ja kemi dhënë mundësi, sepse e kemi pasur këtu dhe e kemi pasur pak më të lehtë evidentimin e tyre, por qoftë edhe këtyre lojtarëve që luajnë jashtë, që nuk e kemi atë luksin akoma, atë anë ekonomike që e përmendëm pak më përpara, që të shkojmë t'i ndjekim ne ata. Kështu që detyrohemi t'i thrasim ne ata, t'i shikojmë për kontributin e tyre, për vlerat e tyre personale, se si kanë evoluar në kohë, dhe t'i vlerësojmë nëse do t'jenë pjesë aktive vazhdueshme e ekipit kombëtar, apo do të vetëm një episod dhe do t'i lejmë për më vonë që të marrim dhe pak eksperiencë. Në këtë aspekt, po themi, kemi Tollën, Gjulian Tollën që nga Greqia, që u bëj disa vite, pavarësisht se është vetëm 21 vjeç, që u bë rreth 2-3 vjet që aktivizohet me ekipin kombëtar, do të thotë që ai ka cilësitë, ka dhe kontributin në ekip kombëtar, ka dhe vlerësimin për veten se ku do të shkojë dhe objektivat për veten e tij. Kështu që ne ja kemi dhënë këtë mundësi, ai e ka kapur këtë mundësi. Në një situatë është edhe Victorio Hida, që vjen nga Italia, që edhe ai ka vlera shumë mira, u thirr në nëntor për herë të parë në 2024. Ne e thirrëm përsëri sepse pam vlerat tek ai, pam që dhe ai e donte këtë ekip kombëtar, donte dhe ai të kontribonte, kështu që cilësitë ka, dëshirën e ka, neve dera hapur është për çdo që ka vlera, cilësia dhe ka dhe dëshirë mbi të gjitha. Mendoj që ka shumë fytyra të reja që kanë ardhur, që më atëherë që ishte më them fillimi me ne, dhe si shkojmë dhe në ekipin e sotëm që kemi prezent, janë shumë djemë të ri, shumë fytyra të reja që nga grumbullimi i kaluar, kështu që padyshim që kanë rritë niveli, ka dhe shikim të ri të lojtarës që nuk i kemi parë në njërë. Djemët janë optimistë dhe niveli po rritet çdo vit. Me shumë punë, ata besojnë se mund të ngrinë lart flamurin kuqezi në evente ndërkombëtare. Qëllimi jonë si sportista gjithmonë është që të fitojmë. Më kupton, edhe nuk ka gjë më të bukur sa të fitosh me kombëtarin. E ka lënë edhe fitore me klub shumë herë më shumë, kështu që gjithmonë synojmë për fitore dhe shpresojmë që ta kapim. Tifozët vinë me numra, shpresoj që të na ndjekin e shpresoj që t'i bëjmë krenar. Mendoj që kemi bërë ndeshje të mira dhe mendojmë që ja vlen që të vinë e t'i shohin. Edhe shpresojmë që të bëjmë dhe më të mirën për ata. Sipas teje, Ndreaj, deri sa larg mund të shkojë kjo skuadër? Nuk është se mundën me caktu ne se sa larg mundet me shku. Në bazë të punës që mundën me bë tonë bashkë mundet me shku shumë larg. Kështu që veç me anë të punës mundën me arrit në diçka. Për sa i përket 2025 personale, janë të fitoj çdo ndeshje, duke fituar çdo ndeshje do vi dhe suksesi. Objektivat normal janë që të përmirësohem më shumë si lojtar dhe si njeri normal dhe të arrijmë më të mirën për veten time. Deri sa larg mund të shkojë kombëtarja jonë me aq cilësi sa ka? Duke parë talentat e ri që po dalin, le të themi që mund të shkoj shumë lart. Gjithmonë mund të shkoj më mirë se kaq. Fokusi i Federatës Shqiptare të Basketbollit për këtë vit mbetet brezi i ri. Megjithatë, vëmendje të veçantë i kushtohet edhe kombëtares së meshkujve, e cila nga viti në vit duket se ka rritur ambicjet e saj. Unë këtu pra ndodhem me sekretarin e FSHB-s, Franco Bushati, i cili dikur ka dhënë kontributin e tij si basketbollist, ndërsa sot është në rolin e sekretarit të FSHB-s. Pyetja parë, më shumë emocione tani apo atëherë kur i ke ndjer vetë si lojtar? Janë emocione të ndryshme. Normalisht, ose mund të zgjedh, patjetër do ktheja dhe unë të luaja me çunat edhe të veshët të kesh bluzën e Shqipërisë është një emocion që mund të luash në Serie A në Itali si kam pas fatin unë,
por emocioni që të jep kur ndigjon himnin shqiptar kur luan është diçka shumë e veçantë. Nëse do të krahasonim, Franco, skuadrën ku ju ishit pjesë, pra kombëtaren atëherë me atë sot, a është rritur niveli? Atëherë, janë dy momente ndryshme, do të thënë ne kemi vuajtur gjithmonë, për shembull kemi qenë pak më të shkurtër, se do të thënë gjatësia ka qenë gjithmonë nuk ishim atë gjatësi që nevojitet të përballesh me ekipet më të forta evropiane, kurse tani kemi plot djem të gjatë dhe jemi më të fortë fizikisht, ndoshta mungon pak ajo eksperienca që mund të ishe Claudio, Uner, Malkuqo ose emra tjerë që kanë qenë kombëtare, por edhe kjo është rinovimi që ne po bëjmë, Victorio Hida që po përgatisim brezin e ri të afrohet na U18 të Ujzeta që t'jen gati për kombëtaren, si përmenda Victorion, shpresojmë që në të ardhmen në një 5 vjeçar të kemi një kombëtare akoma më të rinovuar, duke patjetër përmendur lojtarët me më eksperiencë që kemi si Danieli, Dusha, që janë vite që japin kontributin për ekipin tonë. A premton kjo skuadër për të ardhmen? Rëndësishme për ne është që në një ark kohor, domethënë 5 vjeçar, emrat si Gentinilo, Preston White, Sinani, Bello, që janë përpar 4 të parët, që shpresojmë të bëjnë të njëjtën rrugë që bëri Victorio, na U18 direkt në mosha direkt e kombëtaren e parë, domethënë për ne kjo është gjëja më e rëndësishme, që të krijojmë një grup me perspektivë, edhe çuna që atë që i them gjithmonë që japin 100% në fushë, edhe kjo është. Pastaj do vinë rezultatet, do kënaqemi të gjithë, por është gjëja e parë që ne synojmë. Dhe Franco, nuk mund të do të patë pyetur edhe për kanë qarkulluar lajme që kombëtarët shqiptare mund të bashkohet një Amerikan. Sa e vërtet është dhe çfarë detajsh tjera ka? Ne në shtator nisëm praktikën, procedurën për pasaportën e CJ Messenburg, mund të them emri dihet, që është një lojtar elitar në Amerikan në basketbollin evropian, por na është refuzuar këtë ditë pasaporta me një motiv që na lën në shumë pikpyetje. Por nuk është në dorën tonë. Ma dhënë arsye pse? Arsyeja sepse nuk pasqyrohet kontributi që CJ Messenburg në këtë rast ka dhënë për shtetin shqiptar. Është një pikpyetje madhe sepse si mund pasqyroj kontributin pa patër mundësin të luaj me ekipin tonë. Një fenomen që FIBA e lejon, edhe kur flasin në thënë, jo ne, po Spanja luan me lojtarët naturalizuar Amerikan, luan në Kroacia, Kosova këtë ndeshjet ka zgjedhur një Amerikan tjetër, do më thënë është një fenomen global. Kush është më humoristi në skuadër? Më humoristi Tola. Frenki Lile. Tonji nga ka pak humorista. Më humoristi do thoja Eldi Hysa. Kush është më nevriku? Unë besoj dhe du ta marrë vetë, s'kam qa bëj. Frenki Lile. Frenki Lilaj. Ton janë. Të gjitha kanë thënë. Trajnjeri më nevriku. Kush është më seriozi? Më seriozi Danieli. Po sa se janë serioza, vetëm fushën e tonë serioza, atje jashtë fushë gjithë cili qesh. Nuk shikojnë të njëse serios, nuk po më vjen për momentin. Më seriozi do të thoja nuk e di, nuk e di. Dusha. Kush do më kohë që të bëhet gati? Hida. Nuk e kam një përgjigje. Baka shumë nga që kemi hotelin afër, vim gjithë për njërë. Me keqardhje thamone. Këtë nuk e di çunat si janë. Kush është më gjumashe? Prap Tola. Tola. Giuliano Tola. Të që janë pragnesh është tonë, veç gjumë nga ke. Kush është më simpatiku? Më simpatiku, Haruni. Nuk më takon mu të them të përzjedhe, po për alem Hidës me që është më i riu. Eldi Hysa.
Tola është ma simpatiko. Kush e do më shumë ushqimin? Qike vështirë kjo do shkoj prapë me Tolën. Gjithë. Dusha, po thamë. Do tha edhe për veten. Kush ka më shumë sukses me vajzat? Më shumë shumë Martin Krypçi. Nuk e kam si informacion. Unë nuk e di këtë pjesë, nuk e di se s'flasin qunat. Qeli stafla e.